Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në Ridebate, në kampionatin kombëtar të debatit. Jemi në ditën e parë eliminatore, ku kemi ndjekur deri tani 2 nga debatet e para që kanë arritur edhe të kualifikohen në fazën tjetër, pra çerek finale, dhe unë dua t'i përmend, deri në këtë moment kemi Sami Frashin nga Tirana dhe Naim Frashin nga Durrësi, që do të jenë pjesë e çerek finales së parë ditën e dytë. Të tretë, dhe pastaj me radhë do të zbulojmë edhe skuadrat e tjera. Andaj sot jemi me 2 shkolla, jemi me shkollën e Fierit, Janaj Shkilica, një duar përkitje për shkollën. Dhe nga krau jemi djathtë, të shkolla e Gjirokastrës, Asim Zeneli, një duar përkitje edhe për ta. Ju e dini që këtë vit i gjithë debati dhe tematika e këtij kampionati ka qenë pikërisht ekonomia qarkulluese, ndaj dhe sot do të debatojmë për një nga temat e paketave kërkimore, ekonomia qarkulluese kundrejt ekonomisë lineare, cili model është më realist në botën moderne. Kjo do të jetë tema për të dyja skuadrat. Pa humbur kohë do t'ju prezantoj edhe me jurin që do të bëj vlerësimin e këtij sesioni debati, Amanda Peza, e cila vjen nga qendra Tumo, Piramida, atje ku të rinjtë e sotëm dhe të rinjtë gjenerata e re, domethënë mëson më shumë mbi IT-n apo edhe shkencat të tjera, teknologji të tjera. Shumë faleminderit që je sot me ne. Mariza Rama nga Rajko, po kështu ka qenë pjesë e kampionatit kombëtar debatit edhe në edicionet e kaluara, sikurse dhe Eugena Gjoka, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti Filozofi. Faleminderit Juris, një dorë tërkitje për ta. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë me debatin e parë. Debatin e parë, i cili vë në këtë përballje të 8 anëtarët e skuadrës, që do të thotë të 8 anëtarët duhet të marrin fjalën për sa i përket tematikës, pro apo kundër. Ky është qëndrimi që do të bëjmë tani edhe për zgjedhjen, për sa i përket debatit të parë, kështu që do të ftoj Tarkanin të bëjë përzgjedhjen për sa i përket qëndrimit, dhe pastaj në debatin e dytë do të zgjedhë Melani për sa i përket debatit të temës spontane. E tregojmë nga kamera. Kundër do të jenë në këtë debat të parë skuadra e Janaj Shkilicës, pro do të jetë shkolla e Asim Zenelit. E hapim edhe tjetrën? Je kurioz apo jo? Mirë, për çështje transparencë do e hapim edhe tjetrën. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
debatin e parë, debatin e skuadrave. Në këtë debat, 8 anëtarët e secilës prej skuadrave pra ka të drejtën e të folurit për 1 minutë maksimalisht. Unë ju uroj shumë suksese. Le të filloj skuadra që mban qëndrimin pro dhe të pasohet pastaj nga skuadra tjetër. Vazhdoni. Përshëndetje të gjithëve, mirë se ju kemi gjetur. Sot do debatojmë për një temë tepër të rëndësishme. Si fillim do doja ta nisja pak me një përkufizim për ekonominë qarkulluese, e cili është një model ekonomik që synon të mbajë mbetjet sa më gjatë që të jetë e mundur. Të gjitha materialet t'i reduktoj, të ricikloj dhe t'i ripërpunoj dhe të mos i klasifikoj me njëherë si mbetje. Ne si Gjirokastrit faktikisht këtë kemi shumë të leverdishme për të mos i hedhur gjërat direkt, po për t'i mbajtur akoma më gjatë. Unë gjithashtu kam gjetur disa nga artikulli Environment European Agency, 4.2 milion vendet
të reja pune janë hapur për sa i përket inovacioneve si zvendësimi i plastikës me materiale të reja dhe riciklimi kimik në vend të atij mekanik. Në sektorin e gjelbër janë hapur shumë vende të reja pune në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, mund të them edhe se Tirana po synon të bëhet kryeqendra e ekonomisë qarkulluese në nivel vendor në Shqipëri. Dhe ku ka më mirë se sa në botën tonë moderne të sotme, ekonomia qarkulluese pikërisht kundrejt asaj lineare të triumfoj dhe po mund të themi se në bazë të fakteve, evidencave të cilat sapo ju paraqita dhe të shembujve të ndryshëm, ajo do të triumfojë dhe do të jetë ekonomia qarkulluese e cila është më realiste në botën e sotme moderne. Faleminderit. Faleminderit. Unë jam Tarkam Alokaj. Për sa i përket ekonomisë qarkulluese, duhet të përmend se nxitja e konsumit dhe e prodhimit, ekonomia qarkulluese bie ndesh me shumicën e tipareve të ndryshme apo parimeve të vetë ekonomisë lineare. Pra, ju mendoni me të vërtetë se ekonomia lineare mund të jetë zgjidhja për shkak se logjistika e implementuar në ditët e sotme, shumica e njerëzve kanë të rrjetë për atë apasionohen për pas një produkti të ri siç është dhe ekonomia qarkulluese. Pra, kjo ndodh në shumicën e vendeve, vjetërimi planifikuar për të nxitja e konsumit për sa i përket prodhimit masiv, vjetërimi planifikuar është edhe një metodë në të cilën shumica e produkteve, pra rreth 99% e tyre dhe sipas Sustainable Agency, nëpërmjet një feedbacku pozitiv tregohet se shumica e produkteve planifikohen në mënyrë të tillë që të prishet pas një farë kohe dhe kjo të rrisi riblerjen e këtyre produkteve. Pra, kjo do t'i kushtonte konsumatorit evropian rreth 50.000 euro nga buxheti i tyre vjetor. Gjithashtu kemi edhe në vende të cilat janë të ndikuara. Faleminderit. Përshëndetje. Është një çështje e vështirë, por unë mendoj se anët pozitive janë më shumë se ato negative. Sot, kur burimet natyrore po shterojnë me shpejtësi dhe ndryshimet klimatike po bëhen gjithnjë më të mëdha, përdorimi i efektshëm i këtyre burimeve është kthyer në një nga sfidat dhe prioritetet më të mëdha të momentit. Në industri, siç e dinë të gjithë, është sektori më energjikërkues në botë. Në vend që të përdoren lëndë të para të reja, mund të përdoren lëndë që janë ekzistuese. Pra, riciklimi dhe ripërdorimi i këtyre materialeve, jo vetëm që kursen energji, por gjithashtu bën që të harxohet më pak. Pra, për shembull, riciklimi i bakrit. Riciklimi i bakrit përdor 10 deri në 15% të energjisë që mund të përdorte për nxjerrjen dhe përdorimin e tyre nga burimet natyrore. Gjithashtu, sipas Agjencisë të Mbrojtjes së Mjedisit, ka arritur që vetëm 56% të gjithë energjisë që përdoret në industri të përdoret me anë të riciklimit dhe ripërdorimit të këtyre mbetjeve. Pra, për këtë shkak, zbatimi i energjisë i ekonomisë qarkulluese jo vetëm që ndikon më për mirë në uljen e jo vetëm Përshëndetje, unë jam Fiorella, e dëgjova me vëmendje parafolsen dhe më bëri përshtypje fakti që ta për pjesën e burimit të bakrit, ndërkohë nuk di të ketë burim bakri, dhe gjithashtu doja të kaloja te pjesa e kostos fillestare. Të jemi realistë dhe pranojmë faktin se është më e thjeshtë dhe më pak e kostueshme të prodhojmë se sa të riciklojmë. Megjithatë, dhe Shqipëria nuk e ka infrastrukturën për riciklim, ndërsa për sa i përket modelit linear, nuk kërkon teknologji të reja apo të dizajn të qëndrueshëm, dhe është më pak i kostueshëm në faza fillestare. Ndërkohë, kapaciteti i riciklimit në Shqipëri është nënshfrytëzuar me vetëm 26.8% të kapacitetit të përgjithshëm të përdorimit. Kjo për shkak të mungesës së lëndës së parë si fillim, po edhe për shkak të mungesës së mbështetjes nga politika dhe qeveriat ekzistuese. Nga ana tjetër, kjo ka bërë që të kemi një ulje të madhe të nivelit të riciklimit në Shqipëri. Dhe sipas Institutit të Burimeve Digjitale të Shkencave, ka rezultuar që qeverisë shqiptare kanë favorizuar dhe kanë mbështetur incineratorët dhe nga ana tjetër, faleminderit. Përshëndetje, dëgjova me vëmendje argumentin tuaj, por nuk bie plotësisht dakord me të, sepse në shoqëritë moderne konsumatori tashmë nuk ka thjesht rolin e një blerësi, por është një aktor me ndikim të drejtë për drejtë në mënyrën se si funksionon tregu. Kur njerëzit fillojnë të kërkojnë produkte ekologjike, duke u nisur nga mënyra e paketimit të qëndrueshëm, por edhe prodhimi në mënyrë etike, bizneset detyrohen të ndryshojnë. Këtë e pam edhe në Europë, ku pas bojkotit të plastikës një përdorimshme, shumë supermarkete u detyruan të kalonin në ambalazhime të biodegradueshme.
Gjithashtu, në SBA, sipas një studimi nga NYU Stern, produktet që u marketuan si të qëndrueshme patën një rritje 7.1 herë më të shpejtë se sa produktet e zakonshme. Gjithashtu, 57% e konsumatorëve global, sipas një studimi nga IDM-ja, janë të gatshëm të ndryshojnë sjellje për të mbrojtur mjedisin. Fuqia kolektive e konsumatorit nuk është thjesht një iluzion, pasi kur ata ndërmarrin zgjedhje të qëndrueshme, atëherë ata arrin të ndryshojnë dhe drejtimin e tregut. Ndaj ndryshimi real fillon pikërisht nga ne. Nëse ne arrim pra në fund të fundit asnjë kompani nuk mund të qëndrojë në këmbë pa konsumatorët e vet. Dhe nëse ne arrim të ndryshojmë kërkesën, ne arrim të ndryshojmë ashtu dhe tregun. Faleminderit. Përshëndetje gjithë, unë jam Andrea Zibile dhe nuk do të doj që ju të lini pa shkuar ndërmend se zbatimi i ekonomisë qarkulluese në Shqipëri kërkon investime shumë të mëdha që është e vërteta, vendi ju nuk i prodhon i vetëm. Sipas Trade Economics dhe FMN-s, prodhimi i brendshëm brut i Shqipërisë në vitin 2023 ishte vetëm 22.6 miliardë euro, ndërsa e krahasojmë tani pak me Kroacinë, një vend që ka implementuar tashmë një ekonomi qarkulluese, kishte 82.6 miliardë euro për ta financuar po këtë ekonomi. Sipas Giselbenja, një projekt i vetëm në Shqipëri për riciklim dhe kompostim ka kushtuar 14.6 milion euro në vetëm disa bashki. Edhe kjo e gjitha fal financimit gjerman. Ndërkohë që sipas planit kombëtar të mbetjeve, Shqipëria riciklon vetëm 18% në mbetjeve të saj, kur BE-ja na kërkon 65% deri në vitin 2035. Pra që është pak si e paralizueshme. Që të ndodhin gjë të tillë do të dëshin disa gjëra shumë themelore, ku kemi infrastrukturë e re 1, edukim 2 dhe teknologji e re 3. Pra me pak fjalë gjëra që kushtojnë shumë. Pra është shumë e qartë dhe shumë e dukshme që pa një ndihmë të jashtme ose pa një fondacion të jashtëm Shqipëria nuk bëhet. Faleminderit. Përshëndetje. E dëgjova edhe argumentin tuaj, ama ose jo të gjithë mund të bien dakord me mua, unë jam me mendimin se zbatimi i ekonomisë qarkulluese është më efektiv se sa zbatimi i ekonomisë lineare. Një nga avantazhet kryesore të ekonomisë qarkulluese sa ajo mundet dhe ka dalë në banqë të sigurojë ruajtjen e burimeve natyrore për bezat e ardhshëm. Dhe përmes kësaj gjëje, neve gjithashtu do të mundemi që të zvogëlojmë prodhimin emetimin e efektit serë dhe gjithashtu kemi për të nxitur prodhimin e energjisë përmes burimeve të rinovueshme. Riciklimin në të cilin bazohet ekonomia qarkulluese i siguron të tëra këto gjëra. Dëgjova për grupit tuaj që të përmendej se 50.000 euro i kushtojnë nga buzeti vjetor qytetarëve. Megjithatë, unë do të doj që të prekja përfitimet ekonomike që shkakton ekonomia qarkulluese. Sipas RCC është treguar se zbatimi politikave të kësaj ekonomie ka për të sjellë 4.5 trilion dollar përfitime. Gjithashtu, ekonomia qarkulluese ka për të hapur 500.000 vende të reja pune brenda vitit 2030 vetëm në Bashkimin Evropian. Ky ishte tregues se zbatimi këtyre politikave jo vetëm ka për të nxitur ekonominë në zhvillimin e saj, por gjithashtu ka për të nxituar nga ana mjedisore dhe gjithashtu nga ana sociale. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Antea dhe me të drejtë kuptoj që kur flitet për ekonominë qarkulluese të gjithë zgjedhim të fokusohemi te riciklimi, por në të vërtetë riciklimi është hallka e fundit të këtij zinxhiri dhe shpesh e bëjmë të duket sikur riciklimi është mrekulli i bërës, por kjo nuk është e vërtetë. Sipas një raporti të OECD, vetëm 9% e plastikës të prodhuar botërisht arrin të riciklohet me sukses. Pjesa tjetër shëtit në landfille ose përfundon në natyrë si një mikë e papritur që nuk ikën kurrë. Plastika që përdoret në shumë raste nuk riciklohet dhe në ato pak raste që ajo arrin të riciklohet ndodh që degradohet duke rritur ndotjen. Ekonomia qarkulluese nuk na jep një cikël ideal, na jep një cikël i cili dobësohet me kalimin e kohës. Gjithashtu nuk mund të themi se ekonomia qarkulluese është ideale për Shqipërinë ku ne jetojmë sot, pasi kemi mungesë të infrastrukturës. Duke përmendur këtë, themi se ekonomia qarkulluese që po tentojmë të zbatojmë dhe të arrijmë sa më shumë, është thjesht ekonomia lineare e veshur me të gjelbër. Faleminderit. Përshëndetje, e dëgjova me vëmendje argumentin tuaj. Edhe pse ju thatë që ekonomia lineare mund të ofrojë një model më të qëndrueshëm, nuk bie plotësisht dakord me ju, pasi jemi në një botë ku burimet natyrore po paksojnë ndjeshëm dhe niveli i mbetjeve po rritet me ritme alarmante. Dhe në një botë të tillë, duket se ekonomia qarkulluese është zgjidhja e vetme. Sipas një raporti të bërë nga OECD-ja në vitin 2023, ka dalë në rezultat se më shumë se 35% e popullsisë të Bashkimit Evropian nuk kishin ndjenim mbi ekonomi lineare. Kjo është një shifër shumë alarmante dhe tregon se në vendet me zhvillim më të ulët, kjo shifër do të ulet akoma dhe më shumë. Do doja të përmendja një shembull konkret. Holanda, si një nga vendet lider për riciklimin, ka arritur një riciklim mbi 25% të mbetjeve urbane. Kjo fal politikave të avancuara të bëra nga ekonomia qarkulluese. Deri në vitin 2050, Holanda dëshiron që të bëhet një vend me ekonomi 100% qarkulluese. Siç ka thënë dhe Tim Jackson, në vend që të prodhojmë për të hedhur, duhet të prodhojmë për të qarkulluar. Pra mendoj se është pra e qartë që janë pro ekonomisë qarkulluese, pasi në këtë mënyrë reduktohet mbetjet. Faleminderit.
Përshëndetje, unë jam Lart dhe doja të thosha se edhe pse ekonomia qarkulluese edhe pse në shtetin ton ka pasur doja të thosha sepse edhe në shtetin ton ka pasur mundësi për të tranzituar drejt ekonomisë qarkulluese, por të dhëna tregoj të kundërt. Vetëm 18% e mbetjeve riciklohen, sipas AKM-s sipas instatit të vitit 2023 dhe nga këto mbetje rreth 70% vijnë nga mbetjet industriale, siç janë skrapi dhe tekstilet e fabrikave. Gjithashtu doja të thosha sepse 1.1 milion të mbetjeve sipas AKM-s së 2022-shit mblidhen në Shqipëri çdo vit dhe ku 82% e tyre mblidhen në landfille, digjen ose hidhen në mënyrë të paligjshme. Sipas koplanit të 2023-shit, vetëm 8 nga 61 bashki arrin që t'i ndajnë mbetjet në burim në një formë të organizuar. Gjithashtu 60% e mbetjeve janë organike. Dhe për këto duhet një sistem kompostimi, por gjë që nuk ndodhet këtu në Shqipëri dhe ka sjell një numër të madh të mbetjeve të pamenaxhuara. Pra, ekonomia Përshëndetje, nëse ju ndoqja me vëmendje nuk bie plotësisht dakord me ju. Kjo sepse në një botë me burime gjithnjë të kufizuar dhe nga ana tjetër një presion në rritje për qëndrueshmëri mjedisore, ekonomia qarkulluese është modeli më i nevojshëm dhe më realist i ditëve të sotme. Kjo sepse nuk është një lloj si ekonomia lineare, e cila ndjek një rrugë të thjeshtë të përdorimit afashshkurtër. Ekonomia qarkulluese synon të vendosë në përdorim sa më afatgjatë burime natyrore. Sipas një raporti të OECD, kalimi në një ekonomi qarkulluese do të sjellë deri në 1.3 trilion euro përfitime neto në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Pra, shikojmë që ka edhe përfitime shumë të shumta financiare. Nga ana tjetër doja të përmendja një thënie të shkrimtarit Ismail Kadare. Ai ka thënë që natyra ka forcën e vet, të cilën asnjëri nuk mund ta sfidojë dot. Kjo është e vërtetë, por brenda të gjithë nesh fshehet një dëshirë zjarr për të mbrojtur mjedisin. Fshehet një dëshirë zjarr që mund të realizohet vetëm me ndihmën e mekanizmave të duhur. Pra ne mundemi dhe ne do ja dalim që të arrijmë një ekonomi qarkulluese dhe të arrijmë një zhvillim të qëndrueshëm, sepse brenda të gjithë nesh fshehet dëshira për të mbrojtur mjedisin. Ndaj ne mundemi. Faleminderit. Përshëndetje, Aleksandr Lana, ju dëgjova me vëmendje të gjithëve, por do të thosha që ekonomia qarkulluese nuk është akoma opsioni më i mirë për një të ardhmen të qëndrueshme për Shqipërinë. Dhe kjo për faktin sepse vullneti politik i Shqipërisë nuk është akoma i plot. Kjo duket shumë mirë fakt edhe prej stateve të nxjerrë të Ballkan Barometër 2024, i cili pohon se 43% vetëm të popullsisë ishin të nevojshëm për dinin vlerën e ekonomisë qarkulluese, kurse pjesa tjetër 53% nuk kishin njohuri të plota për këtë. Po ashtu shumë biznese ankohen me 31% cilët ankohen për që nuk janë gati për ekonomi qarkulluese për shkak të ligjeve dhe një 38% tjetër i cili kërkon që të ketë subvencione prej qeverisë. Mos të harrojmë se nëse shoqëria dhe bizneset janë duke ecur, qeveria duhet të vrapojë për që ne të arrijmë këtë kaos. Por Shqipëria tani nuk është duke bërë këtë kaos. Edhe pse sërish, edhe sipas OECD, se cila pohon se Shqipëria po mundohet që të bëjë këtë lëvizje, ka akoma nevojë për të përmirësuar. Faleminderit. Përshëndetje. Edhe pse jo të gjithë mund të pajtohen me mua, jam me mendimit se kur flasim për të ardhmen ton, ekonomia qarkulluese nuk është vetëm një teori, është një nevojë. Ndryshe nga modeli linear që prodhon, konsumon dhe hedh, ekonomia qarkulluese synon që të rikthejë vlerën e çdo materiali. Mendoni pak, çdo vit në Europë një person prodhon rreth 500 kg mbetje. Po sikur vetëm gjysmën e tyre ta riprodhonim apo ta riciklonim? Sipas Kombeve të Bashkuara, nëse ekonomia qarkulluese do të vazhdojë që të zbatohet gjerësisht deri në vitin 2050, do të kemi reduktimin e burimeve natyrore me 28%. Dhe kjo nuk është vetëm për mjedisin, është për ne. Zgjedhja jone e përditshme është pjesë e zgjidhjes. Le të zgjedhim qarkullimin në vend të konsumit të pakufishëm, sepse sigurisht toka nuk është e pafundme, por mundësitë tona për të ndryshuar patjetër që janë. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, unë jam Meri dhe po ju dëgjoja goxha me vëmendje tek sa flisnin. Dhe dua të them diçka. Ekonomia qarkulluese në vendin ton është njësoj si Ferrari pa rrugë, sepse në vendin ton shteti jon disponon 8.2 miliardë euro, të cilat 4.1 miliardë euro i nxjerr vetëm nga turizmi. Por kemi edhe një kompani e cila quhet Recycle Albania, e cila është futur në punë në 2022 dhe e plotësisht në punë në 2025. Pra po ta llogaritësh 3 vite diferencë. Kemi Greqinë, e cila ka të njëjtin mënyrë me ne, në mënyrën e fitimit dhe ka vendosur këtë në plan. Kur e vendosi këtë në plan në 2018 e bëri artimin, në 2021 deri 2025 ky vot në punë dhe gjithsesi fitimi i saj ishte shumë i dobët. Kemi Serbin,
i njëjti një shtet i cili po bazon fitimin e saj dhe fitimi i saj i cili erdhi sidomos në regres. Pse e them këtë? Sepse në Lumi Sava 15% e mbetjeve të cilat hidhen në Lumi Sava janë të përpunueshme para përpunor, kurse BE-ja kërkon 90%. Kemi financime të cilat janë përsëri. Përshëndetje, jam për shumë debate në qoftë se është më efektive ekonomia lineare apo jo qarkulluese dhe ndosë të gjithë mund të pajtojnë me mua, unë jam e mendimit se ekonomia qarkulluese është shumë më lartë se ajo lineare dhe kanë disa argumenta të cilën e bazoj këtë mendim. Atëherë si fillim u përmend nga grupi juaj ndotje në Lumi Sava. Dëshira që t'ju thoja që ky fakt nuk ka ardhur vetëm si pasojë e ndotjeve industriale apo toksike, por ka ardhur pikërisht nga edukimi i konsumatorit. Dhe cila është ajo lloj ekonomie e cila mund ta ndërgjegjësojë këtë ndotje të konsumatorit? Është pikërisht ekonomia qarkulluese. Ekonomia qarkulluese bazohet në 3 themele shumë të thjeshta: konsumim, ripërdorim dhe riciklim. Nëse ju mendoni që këto ndotje do të jenë shumë të larta edhe nëse riciklimi do të futet në këto politika, dëshiroj që t'ju sjell në shembull qytetin e Ljubljanës, e cila ndodhet në Sloveni. Ky kryeqytet, i cili është quajtur edhe në vitin 2023 si kryeqyteti më i pastër i Ballkanit, është ai kryeqytet i cili futi në vitin 2022 ekonomi qarkulluese si një ekonomi bazë. Dhe kjo ndotje ra në nivel 63%, vetëm e vetëm sepse ka qenë ekonomia qarkulluese ajo e cila ka ndihmuar këtë gjë. Siç thotë shpreha famshme Winston Churchill pasi ai fitoi luftën e dytë botërore, as edhe një herë mos e nxjerr një sistem të ri si të vjetëruar pa nxjerr metodika të tilla. Ju faleminderit. Atëherë, ja përshëndetje, jam Kiara dhe dua të kundërshtoj deri në një pikë të argumentit tuaj, duke dhënë një shembull shumë të thjeshtë. Kisto lapse këto. Është plastike thjesht, e lirë, do merren disa shënime dhe më pas do t'hidhet në kosh. Kush do ta rimbushi le të themi bojën? Kush do ta ricikloj? Askush. Sepse nuk është dembelizëm, por realiteti ku ne jetojmë, ku koha dhe gjithashtu perfeksioni janë prioritete në jetën tonë. Sipas EU Survey në 2023-shin, 65% e njerëzve u shprehen se nuk kanë kohë për të ricikluar ose për të riparuar sende. Ka dhe më keq, sipas Ipsos në 2022-shin, 55% e njerëzve nuk dinë çfarë është ekonomia qarkulluese. Ky është realiteti në të cilin ne jetojmë, ku edukimi dhe vedia kanë nevojë për vite, madje dhe breza. Ju vërtet mendoni se mund të edukoni ose mund të mbushni mendje gjyshit tim 80 vjeçar, i cili nuk di çfarë është ekonomia qarkulluese. Vërtet, pra, a do të jetë ekonomia qarkulluese diçka? Faleminderit. Mirë, faleminderit. Një duar tërkite për dy. Më në fund pak debat. Do vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Tarkanin dhe Melani, për sa i përket një nga temat spontane që kemi këtu dhe në këtë rast temat e zgjedh juria, meqense qëndrimet zgjidhen nga dy skuadrat dhe temën e kemi të parapërcaktuar. Këto janë zarfet. E hapim me Eugena. Të rinë si ndryshimi, utopi apo realitet? Pra, tema do t'jetë të rinjt si agent ndryshimi, utopi apo realitet. Kjo është tema. Është e qartë? Bëni mirë që ta shnoni. Bëjmë tani edhe përzgjedhjen përsa i përket qëndrimit, Melani. Kundër, pro do t'jetë skuadra e Fierit. Janë aq kilitse pra. Po. Pra ju jeni kundër të rinë ju jeni kundër.
Jemi gati, do vjojnë tani me debatin e liderave, më falni, ndjes. Në këtë përballje midis Tarkanit dhe Melanis, përsa i përket temës të rinj si agent ndryshimi, utopia apo realitet. Do të filloj Tarkani që bën qëndrimin pro dhe pastaj do të pasohet nga Melani për 4 ndërhyrje në total. Pra, faleminderit për mundësinë. Fillimisht këtu ne jemi të përfaqësues të gjithë të rinisë. Rinia në vetvete përcakton edhe atë thelbin në një truall shtep në të cilin kemi lindur, gjithashtu edhe për të përcaktuar edhe ato valët e ndryshimit apo edhe për të idealizuar vlerat tona të brendshme si rini. Rinia në vetvete përcakton të thelbin e një shoqërie për sa i përket zhvillimit komunitar të qëndrueshëm, duke qenë se në vetvete politika në të cilin ne marrim pjesë, pra në varësi të rinisë ne duhet jemi për të përcaktuar një politikë sa më pra duhet jemi mbarvajtës për një politikë sa më efikase. Në këtë mënyrë rinia në vetvete duhet jetë ai zëri i fortë, jo një zë i thjesht proteste, por në vetvete një zë i cili kumbon dhe do të përcaktonte një establishment të fortë nëpërmjet platformave të ndryshme me vlera të rinjve, në të cilat ne do të zhvilloheshim dhe më tej, duke sjellë ide gjithmonë inovative për sfidat e ndryshme komunitare. Për sa i përket një konstatimi të fundit, pra të bërë edhe nga Mbretëria e Bashkuar, pra 78% e ndryshimeve të ndryshme sociale vijnë pikërisht nga fryma rinore, në të cilin marr nga Stati i Gjegjes, kemi sipas TKU në Serbi se në komunën e Novi Sadit për shkak të vendimarrjes kryesore në të cilën ka marrë pjesë të rinj, pra presionit të cilën këta të rinj ka vendosur kundrejt autoriteteve të ndryshme vendore, por gjithashtu dhe në bashkëpunim me ta kanë realizuar jo vetëm një kalimin në një politikë të ndryshme, pra financiarisht të dobishme për sa i përket familjeve të ndryshme, por dhe së dyti ata kanë arritur që të nëpërmjet transportit të qëndrueshëm, pra të rinovojnë rreth 12 abonime për 12.000 abonime për të rinj. Pra kjo është një zë i qartë i cili tregon se ndryshimi rrjedh pikërisht pra nga ne dhe nga vendimarrja të cilat kryesohet pikërisht nga fryma rinore në ditët e sotme. Nëse ne siç thotë edhe Einsteini, nuk mund të zgjidhim probleme në mendjen tonë duke përcaktuar dhe pra nuk mund të zgjidhim probleme nëpërmjet mendjeve të cilat i kanë krijuar këto probleme dhe janë bërë fakt i këtyre problemeve kryesore. Pra një pyetje do faleminderit. Dëgjon? Po. Atëherë të falenderoj shumë së pari për argumentin që paraqitët dhe tani është radha ime për të folur. Atëherë duke qenë se mbaj qëndrimin kundër, do doja në fillim fare thjesht të shpjegoja pak temën sepse ne jemi të rinj, vërtet jemi duke u mbledhur sot po debatojmë, por pa e ditur vërtet se çfarë po flasim, nuk mund të japim një zgjidhje dhe të tregojmë se çfarë duhet të zgjedhim në fund. Utopia është një lloj situate në të cilën si për mirë vendimi që merret apo për keq do të sjellë një lloj kaosi, ose thënë ndryshe është diçka surreale, është një ëndër, është një iluzion. Që do të thotë se vërtet të rinj, sepse unë jam e re dhe shokët e mi dhe ju të gjithë së bashku ne jemi të rinj dhe kemi dëshirat tona. Megjithatë duhet të dimë që sado të rinj që jemi dhe sado të mundohemi ne të kemi një pjesëmarrje, duhet të kuptojmë që nuk është e mjaftueshme. Dhe pse e them këtë? Në një statistik të marrë nga sipas USAID-s, 63% e fëmijëve amerikanë të prirur në protesta dhe revolta se sa të shkojnë në mësim, që do të thotë se prirja e tyre nuk është ajo e të kultivuarit ide të reja dhe të dhënit dhe të prodhuarit mendime të qarta për të vendosur dhe për të hyrë në rol kyç në vendimarrjen për të ardhmen, por është ajo e le të themi e lënies pas dore të disa procedurave të cilat janë të rëndësishme dhe goxha të nevojshme për jetën e çdo të riu për të bërë pjesë të ardhmes. Gjithashtu ndoja të thoja edhe diçka se kur jemi të rinj, duhet të dimë diçka, po bën pak shkencëtare tani në thonjza, po i dal pak jashtë pjesës së debatit. Lobi frontal, pjesa e zhvillimit nga ana biologjike, nuk ka zhvillim deri në moshën 25 vjeçare. Jo vetëm nga ana mendore, por edhe nga ana fizike. Që do të thotë se këta të rinj nuk mund të jenë mjaftueshëm të gatshëm, jo vetëm nga ana eksperiencës, por edhe nga ana biologjike dhe mentale për të qenë të aftë për të marrë vendimarrje dhe për të shërbyer aq më tepër si agent ndryshimi, sepse kur flasim për agent ndryshimi, nuk do të thotë se është një agent o një spiu sekret, është një agent i cili ka për bazë ndryshimin, vendos diçka në thelb, ka rolin e vet kryesor. Këtë do të thoja për këtë pjesë. Kurse diçka tjetër që do të thoja pasi e thatë ju thatë faleminderit. E dëgjova me vëmendje argumentin e parafolësit, pra fillimisht doja t'ju tregoja se protestat në vetvete janë një anësia tepër e rëndësishme në demokracitë apo edhe në sistemet në të cilën veprojnë organet e ndryshme kushtetuese për t'i dhënë pra zë dhënës për sa i përket popullit, por jo vetëm popullit, por edhe rinisë në këtë rast.
Pavarësisht kësaj do ju jep edhe një statistikë tepër kryesore e cila tregon se sipas arkivës shqiptare, pra lëvizjet studentore të ndryshme kanë realizuar në vetvete edhe kalimin edhe në zgjedhjet e para pluraliste. Kjo është një evidencë tepër e qartë për sa i përket edhe integrimit në strukturat e kohës, për sa i përket në mars të vitit 1991 dhe më pas kalimin në një sistem paraprak demokratik në një periudhë tranzicionit të cilën kemi dhe anashkalimin e regjimit komunist pra të kohës. Në këtë mënyrë lëvizja studentore ka qenë qartazi dhe në mënyrë atëherë tepër të saktë për të përcaktuar edhe çdimin e stagnuar të zgjatur nga një sistem i cili për një periudhë gati 40 vjeçare të kaloi edhe në dhunë psikologjike për sa i përket rinisë. Pra, një pyetje do të kisha, si mund të përcaktoni bonifikimin e angazhimit të rinor, i cili krijohet në qasjet e ndryshme, solemne të përgatitur edhe nga politikanët e vjetër dhe të degraduar. Pra, politikanët të cilët në vetvete i përdorin të rinjt si një fasadë kryesore për të zhvilluar politikën dhe për të përcaktuar atë në vetvete me nënqeshje, pra përcaktimin e në stadiet rinore të ndryshme të vetë këtyre të rinjve, të cilët thjesht paraqiten si një strukturë duke mos marrë vendime kryesore në procesin e gjatë të vendimarrjes dhe duke bërë faza konkrete. Pra, të rinjt përmbajnë brenda tyre dhe atë ndjeshmërinë kryesore për sa i përket problemeve dhe në këtë mënyrë ata zgjidhin duke marrë edhe hapa konkret për sa i përket krijimit të qartë edhe të një produkti përfundimtar i cili do të ishte i vlefshëm për komunitetin. Faleminderit. Faleminderit sërish për argumentin, e dëgjova me shumë vëmendje. Pak më parë thotë se rinia duhet të jetë zëri përfaqësues, duhet të jenë në agjendët e ndryshimit. Mirë po, vetë nga fjala duhet të jenë, nuk është se janë. Pra, në mos gabohem, pra tek pjesa tekstualisht, që do të thotë se në momentin që ne nuk jemi të sigurt se çfarë mund të bëjmë vetë neve si të rinj, atëherë nuk mundet as personat e tjerë të dinë se çfarë jemi ne të aftë të bëjmë. Kështu që do thosha se vetë, dhe këtë mund ta faktoj edhe me anë të një statistike për sa i përket Shqipërisë, nuk po shkoj në shtetet të tjera pak më larg, po i referohemi territorit ton shqiptar. 23% e të rinjve janë të angazhuar në Parlamentin e Shqipërisë. Kështu që nëse krahasojmë nga ana matematike është shumë një shifër tejet e vogël krahasuar me të rinjt të cilët nuk janë aq të fokusuar në çështjet politike, sepse pikërisht ne mund ta lidhim faktin e çështjeve politike shërben si një agjendë ndryshimi. Dhe duhet të kuptojmë se edhe këtë vit që u krijuan le të themi zgjedhjet parlamentare, përqindja të rinjve të cilët morën pjesë në votime ishte tepër e ulët, krahasuar me moshën e madhe dhe të maturuar. Dhe pjesa tjetër, fëmijët të rinjt, ku do ta gjejnë mbështetjen? Ata janë, mosha e tyre është relativisht e vogël. Ku do ta gjejnë mbështetjen këta të rinj në momentin që ata janë të paditur në thonjza në pjesën e mos konceptimit të disa termave apo të disa çështjeve të cilët nuk janë mirë të informuar, sepse me kohët që kanë ardhur ditët e sotme jemi mjaftueshëm të gjithë ne të vëjdishëm, të cilët jemi këtu prezent sot, që këta të rinj nuk kanë mundësi të kenë të paktën qoftë dijen më të ulët për një informacion të caktuar. Unë e shikoj vetë, po jap një shembull konkret. Me rinin ditët e sotme, dëshiroj që të ulem në një kafe dhe të flas me moshatarët e mi për tema politike, sociale, mirë po nuk din të më përgjigjen, sepse vetëm unë mund të di për shembull të lexoj një informacion, kurse pjesa tjetër ka dëshirë të merret me rrjetet sociale apo me fakte të tjera të cilat mua vërtet nuk më hyn në punë. Prandaj po them që në momentin që ne nuk kemi të gjithë së bashku për të bërë bashkë dhe të triumfojmë, atëherë nuk kemi si të shërbejmë si agjendë ndryshimi. Këtë tregojnë dhe statistika dhe burimet e ndryshme. Faleminderit. Pra, doja të përmendja, pra e dëgjova me vëmendje argumentin tuaj Melani, doja të tregoja se bota zhvillohet nga njerëzit, siç tregon dhe Sokrati, të cilët udhëtojnë dhe nuk qëndrojnë në një karrige. Pra, në vetvete politikanët e vjetër dhe të shturit, të cilët ndikojnë dhe atakojnë këta të rinj që futen dhe bëhen pjesëmarrës aktiv të një politike, mendoj se kjo do të ishte edhe ai pastrimi etnik i ashtu quajtur, pra në thonjza, sepse në vetvete dim që sipas një statistike mund t'ua jap edhe në UNDP, tregohet se 60% atyre të cilët largohen që përmendim pra të rinjt kryesisht, largohen nga vendi dhe kanë treguar se ky fluks largimi përcaktohet edhe për shkak se zëri i tyre nuk dëgjohet në instancat e ndryshme shtetërore për sa i përket parlamentit e tjerë. Pra, vetëm 15% atyre vendimeve të marra me peticione e tjerë në demokraci realizohen përfundimisht nga organet ligjzbatuese. Pra, mund të tregoja se të rinjt në vetvete mund të zhvillohen brenda një kuadri të cilët
në ndryshime edhe nga politikanët e vjetër do të kenë edhe ato prurja apo qasje të reja për zhvillimin dhe kalimin edhe të një teori, pra të një polemizimi të shumëllojshëm temash apo multifunksional i cili do të shërbejë në vetvete komunitetit tonë. Mund t'ju jap një rast evident në vitin 2017 për sa i përket zgjedhjeve të ndryshme parlamentare të organizuara në Kosovë, pra i cili në vetvete kandidonin pra 2 persona të ndryshëm, pra Ibrahim Gashi i cili ishte një kandidat i cili me ideale të reja, prurje të fuqishme, ai simbolizonte rinin dhe konstruktin e saj. Por kemi përballë tij edhe një politikan të vjetër i cili kishte lidhje apo me nepotizmin, që ka të bëjë edhe me lidhje familjare për sa i përket administratës publike deri në atë kohë, ku politikanët në vetvete përfitojnë nga interesat e tyre financiare e tjerë për të organizuar dhe këtë mandat. Pra ai e hodhi poshtë kandidaturën e vet kandidatit të tij të ri, duke qenë se ai kishte lidhje të pashme dhe ishte edhe dekani i fakultetit. Faleminderit. Po. Atëherë e respektoj edhe një herë mendimin tuaj, megjithatë kam disa gjëra të vogla të cilat i dëgjova që do dëshira t'i kundërshtoja. Ju thatë se rinia është një zë i cili kumbon. Por të them të vërtetën, mua po më duket sikur ky zëri që po kumbon në veshin e gabuar, po kumbon në vesh të shurdhët. Sepse nëse do të kumbonte në veshin e dur, atëherë do ishin marrë disa reforma të duhura dhe ky zëri rinor do të dëgjojë sot. Dhe ne nuk do të ishim mbase sot duke debatuar këtu apo duke u mbledhur në fushata elektorale apo duke bërë aktivitete ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese për të ngritur zërin rinor. Janë bërë shumë aktivitete, janë bërë shumë debate, shumë diskutime, një ndër këta ky që jemi ne sot për të folur me fakte dhe raste reale, dhe duhet të kuptojmë që nëse çdo gjë do të ishte kaq e përkryer sa që ne po themi sot, atëherë nuk do të kishim një mundësi dhe një rast për të mbledhur. Një tjetër fakt nga historia që unë do të përmendja është dhe lëvizja e hipive në vitin 2001, i cili në fakt këta të rinjt konsumonin lëndë narkotike, lëndë të rrezikshme dhe të dëmshme, të cilat qeveria po mundohej që ti anashkalonte, duke qenë se kuptohet nuk bëjnë mirë për shëndetin njerëzor. Mirë po, këta të rinj, në fakt në vend që të përgjigjeshin pozitivisht këtyre të rriturve, duke qenë se janë më të zhvilluar, më të maturuar dhe më me eksperiencë, kjo del mbrojtje të asaj që thash pak më parë për eksperiencën dhe njohjen e gjërave pak më të reja, ata e kundërshtuan duke u bërë jo vetëm dëm vetes së tyre, por duke përhapur një frym negative kudo në mbar vendin, duke bërë dhe të tjerët që t'i bashkoheshin, sepse u kthyen ndal në një komunitet, në një lëvizje të përbashkët. Kjo ka çuar në degradimin e shoqërisë amerikane të atyre viteve dhe në lënje të pasoja, aq të thella sa që u bën pjesë edhe e historisë. Prandaj kjo do të lidhej edhe me fakt me pjesën e argumentit. Dhe gjithashtu tek pjesa që të rinjt emigrojnë apo dëshirojnë që të ikin jashtë shtetit për shkak të asaj që ju përdoret pak si term nepotizmit, të rinjt nuk mund të largohen vetë jashtë shtetit. Nëse ata nuk kanë një përkrahje, nëse ata nuk kanë, sepse po ta vëmre të rinjt, vërtet nga vetë fjala, janë të përkrahur nga familja dhe pa familjen e tyre, sado mosha e tyre që është e vogël, nuk mund të çajnë dot në jetë. Dhe nëse do të ishte njohur, atëherë do të kuptohej. Faleminderit. Pra, për sa i përket e dëgjova me shumë vëmendje argumentin tuaj, por duhet të ndalem dhe duhet të kundërshtoj në disa pika për shkak të faktit që përligjet, sepse rinia, siç përmendet edhe ju, nuk duhet i kundërshtojmë dhe ta vitemi faktit se thjesht ne duhet të jemi pra të varur nga familja apo dhe nga interesat brenda një grupi të vogël shoqëror, por ne po e marrim përgjegjësinë kolektive duke kaluar edhe në rang shteti. Pra rinia duhet të konsiderohet ajo pjell e rëndësishme për sa i përket e mendjes njerëzore në të cilën duhet të fokusohemi dhe të sjellë atë ndryshimet kryesore. Pra, si përmenda edhe në krye të radhës, ne nuk mund të fokusohemi në ato probleme të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet disa njerëzve të cilët nuk arrin të kuptojnë se këto probleme kanë qenë shkak apo konsekuencë e vetë veprimeve të këtyre njerëzve. Pra, rinia përfaqëson edhe, si mund të themi, atë konstruktin e ri në të cilin ne mund të ndryshojmë dhe të arrijmë të theksojmë se ne jemi ajo fryma apo fara e re e ndryshimit të cilët do të angazhohemi kryesisht në politikë bërjen jo vetëm atë lokale, por dhe më pas në rang vendi. Në këtë mënyrë, duke marrë pjesë aktive në shoqërinë civile, ne do të bëhemi edhe fryti i ri i ndryshimeve madhore për sa i përket atyre sociale. Se tregohet një nga ndryshimet kryesore sociale siç janë klima parazgjedhore apo ndryshimet rrënjësore për sa i përket rinjve, kanë ardhur fillimisht edhe nga zëri i tyre dhe nga protestat të cilat ata kanë zhvilluar dhe me autoritetet vendse. Sipas Komisionit të Rinjve tregojnë se për vitin 2022-2029 theksojnë fort se marrja pjesë të rinjve në politikë do të përmirësojë cilësinë e politikës dhe do të arrihet edhe në një bashkëpunim total edhe ndërmjet anëve. Pra, jo gjithmonë duhet të bazohemi në ata politikanë të vjetër të cilët të kanë kryer atë margin e gabimit për sa i përket vendimeve të cilat ata kanë marrë,
por nëpërmjet e rinjve ne do të arrinim që ta ndryshonim këtë mendësi. Pra, logjistikat e reja apo dhe siç ka treguar dhe vetë historia kanë ardhur nëpërmjet frymës rinore. Faleminderit. Po, në rregull, e dëgjova sërish me vëmendje argumentin tuaj. Megjithse do thosha diçka. Ju pak më parë thatë se nuk duhet ta lëm botën, zgjedhjet dhe çdo gjë që rrethohet drejt këtyre politikanëve të vjetër. Tani, për pjesë pak humori mos t'i futim të gjithë në një thesë. Mbase të vjetër s'janë të gjithë, e kupton sa ç'mund ta quash ti një të ri, mendoj që edhe një vjetër mund të quhet mosha 30, 40 ose 50 vjeç. Nuk e di për çfarë moshe duke i referuar. Megjithatë unë jam tek pjesa që çdo kush ka kohën e vet. Si ne, në jetën tonë, që jemi kalimtar, çdo kush dhe në profesionin e vet ka jetën, ka kohën e vet. Dhe unë mendoj që ti mund të hapësh më të mirën tënde në pjesën e maturisë, në pjesën e pjekurisë tënde. Sa më shumë të mësosh, sa më shumë të thithësh. Jemi si një sfungjer ne të rinjt. Sa më shumë të thithësh, do duam kohën tonë ta procesojmë, sepse po të bëja një pyetje jo vetëm ty, vetes time dhe të gjithëve, do ta linim ne një 15 vjeçar ose një rreth kësaj grup moshe që të shkonte të bënte agentin e ndryshimit pa patur eksperiencën apo njohuritë e duhura, unë mendoj se jo, nuk do ta lija. Sepse pa ditur gjërat që të paktën unë di, sepse jam më e madhe ose një person tjetër, atëherë nuk do të mund ta bënte do ndryshimin sepse nuk di se çfarë ndryshimi të bëj. Dhe sipas një anketimi nga worldyouth.com, më shumë se 83% e të rinjve janë shprehur se ata nuk dinë të bëjnë ndryshimin sepse nuk dinë se çfarë është ndryshimi dhe nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë ndryshim. Dhe gjithashtu do thosha se rinia mund të ketë gjithë potencialet e duhura, siç po thonit pak më parë, për të ndryshuar. Megjithatë, në momentin që është e ulur në këto karige, ku jemi të ulura ne, jo karige debati, karige kafenesh, ose karige të cilat nuk dëshirojnë të marrin vendimet e tyre, atëherë këta të rinj nuk mund të jenë të aftë për të bërë diçka. Në fund të fundit, duhet të jemi të vetëdijshëm se çfarë ne duhet të kemi në kontroll dhe në duart tona. Dhe për ta përmbyllur këtë debat, ka thënë Frank Roosevelt në filmin E ardhmja amerikane, nëse lëm botën në dorë të rinjve, atëherë gjithë bota do të kthehet në një park lojrash. Faleminderit. Mirë, faleminderit të dy liderave të skuadrave. Tani është momenti që juria të mblidhet të bëjë vlerësimin dhe do të zbulojmë pas pak se cila do të jetë skuadra që do të vazhdojë garën për kampionatin kombëtar të debatit.
transmetim të drejtë për drejtë. Duam që, po, kush nuk na ka follow? Kush nuk na ka bërë follow? Statistikat tregojnë llogarit nga 10 nxënës për nga ata që nuk kërkojmë vota, kështu që O Klajdi, do e kapësh pak këtë me kamerë, se kemi kamerën, që ta kemi si material. Një, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova. Jemi gati? Jo, ik pak. Jemi gati? Jemi gati. Shumë mirë, një duar të kitje për neve se jemi gati tani, të zbulojmë edhe rezultatin dhe se cila do t'jetë shkolla që do të kaloj në fazën tjetër. Fjala është për Jurin. Atëherë unë do doja t'ju falenderoja paraprakisht për pranimin tuaj sot, si dhe për gjithë përkushtimin e vazhdueshëm që keni bërë për të qenë këtu ku jeni. Ishte realisht kënaqësi që të isha pjesë e juris për të dëgjuar këtë debat të këndshëm midis dy grupeve. Përshëndetje edhe nga unë. Unë fillimisht dua t'ju falenderoj për debatin. Ishte një debat shumë i këndshëm. Do doja t'ju përmendja në fakt disa gjëra që unë i vlerësoj si pozitive dhe një 2-3 gjëra që ndoshta do ju shërbejnë në vijimsi për debatet që do mund keni më vonë, qoftë edhe jashtë shkolle, pra në jetën tuaj të përditshëm. Ajo çfarë më pëlqeu ishte mënyra se si i parashtruat argumentet, ishit të qartë, ishit të vendosur dhe gjuha e trupit ishte okay. Kishte disa elementë që spikatën, kryesisht në debatin mes grupeve, sidomos te grupi i shkollës Janaj Shkilica. Kishte disa komponentë që ishin shumë të vendosur dhe i parashtronin argumentet me shumë qartësi dhe vendosmëri. Gjëja që nuk më pëlqeu ishte faktet. Faktet ishin të keq përdorura, nëse mund ta them kështu, nga të dyja grupet, sepse në shumë raste
I njëjti kundër argument mund të përdoren nga të dyja skuadrat. Unë për shembull nuk arrita dot ta merja vesh OECD-a ishte në favor të temës tuaj apo të temës tuaj. Do doja që të ishit pak më preciz në mënyrën se si e interpretoni informacionin dhe si doni ta parashtroni në favor të argumentit tuaj, qoftë edhe për ta parashtruar nëse i shërben temës tuaj apo jo, sepse mund të keq interpretohet. Në lidhje me humorin më pëlqeu shumë dhe do ta veçoja sidomos te pjesa e shkollës së Asim Zenelit. Megjithatë do doja të kishte pasur pak më shumë kulturë debati kur flas për sa i përket respektit kundrejt skuadrave, në lidhje me falenderimet, respektimin e formatit, të ishit pak më preciz në atë aspekt dhe të ishit dëgjues pak më aktiv në kundër argumentet tuaja. Kjo nuk vlen për Melanin, shumë konstruktive dhe mendoj që është një veçori që duhet ta kesh parasysh për ta zhvilluar akoma dhe më tej. Nga unë këto ishin komentet, ju uroj suksese dhe fitof më i miri. Përshëndetje edhe nga unë, sigurisht i morët komentet, po unë do doja t'ju theksoja një shprehje që kam që nga fillimi këtij edicioni që e them. Debaton mirë kush debaton me rregulla, kështu që duhet të keni parasysh të gjitha rregullat që ju janë parashtruar nga fillimi. Megjithatë, në këtë fazë mund të them që keni bërë një përmirësim të dukshëm. Do ju falenderoja shumë për shtimin e dy komponentëve që ne në debatet e mëparshme ja u kemi theksuar, siç janë humori dhe aforizmat. Gëzohem dhe më vjen mirë kur shikoj që keni bërë goxha avancim në këtë pjesë. Sigurisht do doja t'ju theksoja edhe një nga komponentët e rëndësishëm të debatit, që është vetbesimi. Është shumë e rëndësishme që teksa të artikuloni me vetbesim. Po thoni gjëra që ju mbasi i besoni, mbasi nuk i besoni, në të vërtetë siç janë, po në një debat është shumë e rëndësishme që ju ta keni këtë vetbesimin dhe asaj që ju jeni duke thënë. Sigurisht shtuar këtu edhe gjuha e trupit. Qëndrimi drejt, ka thënë Zysha Ida që në kryet herës, kështu që edhe kjo është një faktor që mbase nuk është më i rëndësishëm, por ndikon gjithashtu. Lidhur me vëmendjen, pash që gjatë dy debateve, sidomos në nivelin e dytë, në nivel liderash, pash që antarët e tjerë të grupit nuk është se kishin këtë bashkëlidhjen që të ndihmonin kryetarin e skuadrës tyre, por ishin pak më të veçuar ose nuk po e tregonin mjaftueshëm. Këto janë veçori që ne po ja u themi tani, duke qenë se kjo është fazë eliminatore dhe njëra prej jush do shkojë do vijojë garën dhe do shkojë në fazë tjetër, kështu që ju lutem bëni të njëjtin përmirësim siç keni bërë deri tani. Me gjitha këto që unë thash, dua t'ju them një faleminderit shumë për debatin shumë të